Si do duket se si po e menaxhojnë famën dhe vëmendjen këto finalistët e këtij edicioni banorët, pra apo bëjnë reklama, as po bëjnë reklama, apo dalin mjaftueshëm për intervista, as po dalin mjaftueshëm për intervista. Dëgjoj, po ta vesh re dy personazhe. Laerti kishte bërë një shfaqje. Dy personazhet më duket sikur kanë të njëjtën menaxhim, që është Gjesti dhe Egli. Edhe Egli ka qenë shumë e kufizuar në daljet e saj. Po. Shumë. Po, edhe ajo ka pasur një dalje të vetëm në Portokalli po ashtu. Edhe mendoj që është një strategji e përbashkët. Që do të thotë mendoj që më shtyn mua të mendoj që ato vazhdojnë të jenë bashkë, edhe mund të kenë një menaxhim të përbashkët, sepse është pothuajse një strategji. Kam parë Rozanën që ka qenë goxha aktive edhe në rrjetet sociale, siç ka qenë brenda shtëpisë në fakt. Natyra e Rozanës dihet, ndërkohë që Laerti po bëri një shfaqje në skenë, kishte qenë e pëlqyer në publik e dashurs, dhe po diskutoja me Kladin, më tha që ishte goxha e pëlqyer si shfaqje. Kladi kishte qenë për ta ndjekur. Dhe që bëri, po, dhe që bëri përshtypje është, domethënë, një suport do ta kishte marrë nga gjithë banorët e shtëpisë, sepse normalisht Bigu ka marruar, do t'i lejmë ato mrit me janë. Top Channel kishte përshtetër, kishte dedikuar një kronik lajmesh, një artikull në web. Disa nga stafi i Big Brother kishte qenë aty, banorët nuk pash në fakt. Po, shumë tha dhe Kladi, vetëm unë isha si banor, me sa mbaj mend. Po të që këtu nuk të mbështet njeriu Meridian nëse nuk ke shumë këra. Po, vallai, kërat i kanë gjithmonë, po nganjëherë varet pse i përdorin, si i përdorin. Mund t'i kesh, po si i përdor, për çfarë i përdor nga një ana njerëzore, mendoj që ka vlerë më shumë se çdo gjë tjetër. Se e di pse e them këtë, më bëri përshtypje në fakt natën që Gjesti po performonte në një klub në Tiranë. Unë isha aty. Jo se ishte Gjesti, po kisha nevojë të dilja atë natë, po edhe pse ishte Gjesti, doja të shija koncertin e tij të parë. Dhe më bën përshtypje një story, një banorje të këtij edicioni që hidhte story dhe shkruante bravo Kingu, shumë bukur performove sonte, dhe ndërkohë ajo nuk ishte aty. Pra e kupton çfarë lloj manorash bën njerëzit, pra e kanë kërkuar një video dikujt aty thjesht për t'treguar fansave që unë i shkoj Gjestin për koncerte. Po mirë, dhe nuk i shkojnë Laertit në shfaqje. Kjo ndodh me gjithë, edhe unë kur jam jashtë në herë, janë këto personazhe publik që më thonë në Meridian, ma bëj video dhe ma çik në WhatsApp privat, lutem. Po mirë, mos i përdorin gjithë taktika për të bërë ku diun xheloz, ishin po për të treguar fansave që unë mbështes Gjestin në koncerte, thjesht duke emocionuar ty dhe nuk i shkon Laertit për një shfaqje. Po unë që njerëz të vegjël këto. Tash Bigu ka marrur dhe do ishte gjëja më e mirë që ditën që marron Bigu që ulet si pari atij formati, të lesh çdo gjë brenda asaj shtëpie, të harrosh çdo gjë dhe njerëzit të fillojnë suportojnë njëri tjetrin, sepse zakonisht është një garndes mes Bignishit, dyshit, treshit, katërt, që kur fillojmë që takojmë njerëz që nuk kujtojmë sukseset dhe kush është më i shikuar. Normalisht unë mendoj që secili nga këto duhet të ndihmojë njëri tjetrin që jehon atij